Detaje të reja janë zbuluar në lidhje me arrestimin e 2 kinezëve pak ditë më parë në Tiranë, të cilët akuzohen për mashtrim kompjuterik dhe vjedhjen e të dhënave të qytetarëve shqiptar përmes faqeve të falsifikuara si Posta Shqiptare. Kinezët mashtronin qytetarët për të mbledhur të dhënat e tyre bankare. Bëhet fjalë për të dhënat e mbi 5000 shtetasve shqiptar, vjedhja të cilëve u parandalua nga krimi kibernetik në operacionin e pak ditëve më parë ku arrestuan 2 kinezët, 51 dhe 45 vjeç. Mësohet se përmes skemës mashtruese të kinezëve, por llogaritja e shumës që rrezikonte të vidhej shkojnë rreth 5 miliardë lek apo 50 milion euro nga llogaritë bankare të shqiptarëve. Krimi kibernetik ka rënë në gjurmët e grupit të kinezëve nëpërmjet monitorimit të vazhdueshëm të dark web dhe burimeve të hapura në internet, të cilat pasi janë verifikuar, kanë çuar në identifikimin e 2 kinezëve. 2 kinezë të qëndronin në një apartament afër Tiranës, që prej 27 tetorit. Ata do të largoheshin dhe pas ngritjes së infrastrukturës për marrjen e të dhënave të shtetasve shqiptar, paratë do të tërhiqeshin nga jashtë vendit.